Për rikthimi në studio të ndëruar shikues, flasim në vazhdim për artin e kaligrafisë, që është një diçka vërtet jashtëzakonisht e bukur me pa. Dhe po komentonim, po diskutonim edhe në hyrje të programit me Delfinën, që sa lakmi, sa qef është me ditë me shkruar bukura, me pas këtë artin, edhe këtë dorën e lehtë të shkruarit bukura, edhe si më thonë vërtet është një diçka shumë artistike, shumë e bukur, shumë e veçantë. Me kalimin e kohës sigurisht diçka po digitalizohet mirë, po ajo që mbetet e bukur, që mbetet e dorës gjithmonë kemi përshtypjen që ka me u vlerësu jashtëzakonisht shumë. Jemi me një mysafir që është Ejmen Hasani, që është kaligraf, edhe i ka disa punime jashtëzakonisht të veçanta. Ky po thotë që është në hapat e parë të karrierës së tij, mirë, po i ka pas disa punë që disa prej cilave i kemi edhe ne këtu në studio, por edhe të tjera që janë pjesë e muraleve në për xhami të ndryshme, në për shtëpi private, njerëzit që duan me pas pjesë të artit të kaligrafisë në për ambientet ku ata rrinë, apo jo? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Ejmen, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se u gjej, faleminderit. Ejmen, si lindi fillimisht pasioni juaj për artin e kaligrafisë? Fillimisht, pasi që fillova studimet atje në Emiratet e Bashkuara Arabe, unë vetë se jam shquar për një shkrim të bukur, me shkrim dhe më thonë latin, në gjuhën tonë, mirë po pasi që shkova atje në kuadër të fakultetit të gjuhës dhe letërsisë arabe, kemi patur një lëndë në plan programin e lëndëve, e cila është quajtur shkrimi dhe kaligrafia arabe, dhe aty kemi mësuar kryesisht pjesën teorike. Mirë po njëjtën kohë kam filluar edhe trajnimin apo kursin e kaligrafisë që nga viti 2017, derisa kam diplomuar, e kam ndjekur kursin e këtij arti dhe ishte mësuesi i kaligrafisë apo mjeshtri ai i cili na motivonte për të vazhduar, sepse ai e vrente tek ne nxënësit talentin dhe pastaj munduhej që të na motivonte, nga se me të vërtetë ky art ta sfidon durimin, sepse ka shumë detaje, ka shumë lloje, mirë po meritat kryesore janë, do të thotë, për mësuesin ton, i cili vazhdimisht munduhet. Në cili vend ke studiu? Në Emiratet e Bashkuara Arabe, përkatësisht në Emiratin e Sherikas, i cili është pothuajse ngjitur me kryeqendrën botërore në Dubai atje. Dhe kështu, ky ishte, do të thotë, ato hapat e po. Po ti atëherë, Simon, ti the që shkruaj i bukur, edhe sa ke qenë nxënës këtu apo jo? Po. Si më thonë, edhe ke praktiku këtë artin e të shkruarit bukur, këtë artin e kaligrafisë. Nuk e di atëherë, e di që është kaligrafia, apo thjesht një bukur shkrim? Unë e njehja vetëm se një bukur shkrim, mirë po nuk e kam ditur që është një art, një art që vlerësohet shumë. Po, me aq shumë detaje dhe me aq shumë rregulla, mirë po secilin herë që do të thotë kisha një sukses apo diçka të tillë, pastaj dilte diçka tjetër, një shkrim tjetër, një metodë tjetër që më tërheqte mua që të vazhdoj tutje. Ashtu siç po thotë edhe Agroni, që me kalimin e kohës vërtet po shuhen disa profesione. Edhe kur mendon për artin e kaligrafisë, mendon që AI dhe këto kompjuterët po e zaventsuan, e kanë zaventsu tash një kohë gjatë, edhe njerëzit që nuk kanë dashur ndoshta me investu shumë te puna e dorës, e kanë marrë një shkrim të tillë dhe e kanë adaptu. Por që kjo mbetet unike apo jo? Po. Kjo është diçka që duhet vlerësuar. Edhe me dashje e meni, për shkak mundet me bë dy herë njëjtë. Sepse është energjia tjetër kur ke punuar, është momenti tjetër, është momentumi ndryshe, edhe secila është unike në llojin e vet. Pikërisht për këtë edhe kaligrafia arabe në vitin 2021 është, do thotë, është pranuar në umbrellën e UNESCO-s, pikërisht për këtë që thatë jo që të ruhet si një art jo material, për shkak duke ditur sfidën e zhvillimit, domethënë, të teknologjisë, e cila, siç thatë ju, secilën herë po zëvendësohet me punë kompjuterike dhe kështu me radhë, mirë po, janë ndërmarrë masa që të ruhet si një punë unike, do të thonë punë e dorës së njeriut. Nuk e di nëse kemi ndriçim mjaftueshëm aty, edhe të çohemi edhe i komentojmë pak punimet. A mund të ngritemi aty, edhe të shohim, edhe ja u shpjegojmë edhe shikuesve se po shohim trapavi, pozicioni ke perfekt. Hajde, a ngritemi? Edhe na tregon. Amen. Te kjo e para, masaj të po dalë mbrapa, s'është rëndësishme nëse s'dukem. Kjo është njëri nga punimet e mia profesionale, është njëri nga shkrimet apo llojet kryesore të kaligrafisë dhe është një thënie në formë, do të thotë në një formë rrethore, në të cilën shkruan toleranca është zbukurimi i virtyteve.
Pra kaligrafia përveç që është shumë e bukur për syrin, është ngërthen në vetë edhe mesazhe të zgjedhura nga njerëzit, citate apo vargje kuranore dhe të ndryshme. Gjithashtu... Jo, hajtë futu në mes këtu dhe në shpikon. Po ndërkohë që po rrim edhe të kjo e para pak, qa është e veçanta e kësaj? Se me thonë, edhe të azëm, a ka një standard nëse e shojmë të njëjtën thënje, të njëjtën shprehje nga një kaligraf tjetër? A është identike si kjo, apo te e thjesht, kjo është përmbajtja, apo te e, si me thonë, e dizajnan si pas asaj që e ke në mendje dhe do në mjadhon kështu shpirtin tënë, dorën tënde? Pikresht, si që thatë edhe ju, kaligrafia e te i kalon të qenurit artë. Dhe me thonë, është një frymëzim, pastaj kalon edhe në shpirtrore, dhe në fund të fundit, edhe pse unë mund të shkruaj në një prej llojeve të kaligrafisë, mirë po mund të llogaritet se një shkrim personali ime, do të thotë mënyra se që ty të veçantë kjo punë për shembull. Qa ta zëm të njëjtën shprehje e gjejmë te një autor tjetër, po që thjesht kur e shohim thonë, "O, këtë e ka bërë Ejmeni." Po pikërisht pra mënyra se si do të thotë unë se si e zgjedh, domethënë formën. Po cila pjesë është që është e stilizuar për te, për shkak që është e veçantë? E gjithë tërpunimi, shkrimi është domethënë punë dore ime. Gjithashtu edhe kjo prapavia, siç po shihni, është një art tjetër. A është Ebru? Ebru. A dhe kjo që ka punuar, mendoj që është një shabllon që ti e ke marrë. Jo, kjo është e punuar me punë dore ime. Këtë art e kemi mësuar këtu. Edhe arti Ebru është shumë i veçantë, po. Këtë e kemi mësuar këtu në Prishtinë, në Institutin Yunus Emre, sepse kur bashkohet, domethënë arti Ebru me kaligrafinë arabe del diçka me të vërtet unike dhe kështu pra, domethënë secili kaligraf shquhet fundja me një identitetin e vet. Hajde po vazhdojmë te kjo tjetra, puna tjetër që kemi, rriç aty s'ka lidhje. Ky është po ashtu një punim prej punimeve të mia profesionale, në bashkëpunim me mësuesen e artit Ebru. Ajo e ka bërë këtë lulen, do thot në Ebru dhe prapavien, mirë po në kam bërë pjesën kaligrafike që shkruan Bismillah me emrin e Zotit në formë të trëndafilit. Okej, sa e veçantë. Shumë e bukur. Edhe kjo është kjo është me vizore punuar po. Po, edhe kjo është do thot një prej veç në rrugën po punimin. Okej, jemi në rregull po. Një prej llojeve të kaligrafisë, e cila quhet kaligrafi katrore, duke e parë domethënë format e saj katrore. Dhe është gjithashtu prapavia është me Ebru, në të shkruan një hadith profetik ku thuhet kush thot do thot i lartësuar qofsh Zoti, do t'i mbillet një palm apo një pemë në Kjo është domethënë një e kësaj, a? Domethënë në kaligrafi e veçantë e saj është që kryesisht zgjidhen do të thotë fjalët e Zotit, pastaj thënjet profetike, mirë po edhe thënjet sikurse e pam atje në fillim të njohura nga njerëzit. Meqenëse se kuptoj gjuhën arabe, në cilën pjesë është e shkruar kjo? Siç e dim, gjuha arabe fillon nga ana e djathtë, po ashtu edhe kaligrafia fillon do të thotë nga ana e djathtë, mirë po jo vetëm, kaligrafia mund të fillojë edhe sikurse e pam atje nga lart, nga poshtë. Do të thotë në forma të ndryshme dhe ka detajizime të veçanta, për shembull kur shkruhet emri i Zotit, duhet pat kujdes se emri i Zotit të vendoset gjithherë lart. Sipër po. Dhe ka shumë Kjo është e punuar me vizor apo? Është e punuar me vizore, po. Është e punuar me vizore dhe duhet të jetë çdo distancë në mes të vijave duhet të jetë e barabartë. Po të po duket shumë absolutisht. Shumë precize. Shumë precize gjithçka. Elena, ka diçka për shembull të veçantë te arti jot, diçka pak më ndryshe, diçka që të personalizon ty. Edhe kjo me Ebru se di prej atje si po duket delfin, po jashtëzakonisht e bukur, shumë e veçantë. Që ka pëlqen as shumë te. Edhe kjo prapavia, edhe kjo po. Edhe kjo në mes, tria shumë bukur po. Vetëm se kjo po duket shumë artistike po. Ndoshta ajo që më veçon më shumë është që jam kujdes që të punoj, domethënë ta bashkoj artin e kaligrafisë me artin Ebru. Gjë që nuk praktikohet shumë nga kaligrafët tjerë. Mirë po kur këto dyja do të thotë bashkohen në një fletë apo në një punim, del diçka dhe janë dy lloje të artit. Hajde po ulemi. Po duket më e përfunduar. Absolutisht po.
se kish nejt bukur edhe në një të bardhë prapa mi, po kjo po ishte në vlerë. Kjo po mendova që është një shablon realisht, një letër është shablon. Mbi të cilën është shkruar, po kjo kur po e shpjegon që është bërë, se më thonë një herë ebru, mandej mbi të është punuar, kjo vërtet është shumë e veçantë. A dush me ditë gjuhën e tillë për me punu? Po, kjo pikërisht... Se ndoshta një pik, një vi mund tjetë gabi, për shamë unë s'më ju marrë vesh, a ke gabu dikën. Po, pikërisht. Ashtu është, unë e kam studiu gjuhën arabe dhe e kam njohë, dhe më thonë, gjuhën, e kam mësu fillimisht gjuhën, pastaj, kjo është që më kanë ndihmu, dhe më thonë, e curin time, në mësimin e këtij arti, sepse unë i shoh për shembull nga njëherë dikush mund të punoj kaligrafi kryesisht në xhami, mirë po nuk është i specializuar, është e marrur, e gatshme, mirë po ka gabime të shumta. A ka gabime, ja? Nga se nuk e njeh as gjuhën. Drejtësimore, po. Dhe për atë ka gabime, mirë po që njerëzit, shumica njerëzve nuk e kuptojnë, sepse nuk e njohin gjuhën. Unë kur ti shoh